Stambolli si kur më parë, në kohë dhe vende, vjen në penelat e piktorëve MNZ të Turqisë. Koleksioni Bankës Qendrore të Stambollit bëhet publik për herë të parë në Shqipëri. 12 artistë përmes 47 tablove reflektojnë në pikturë fragmente jetësore të ndryshme në çdo lagje të Stambollit. Stambolli është një tregues i cili reflekton në pikturë fragmente jetësore të ndryshme në çdo lagje. Marrëdhëniet kohë-hapësirë që përjeton në të dy brigjet e Bosforit janë të ndryshme nga ato që përjetohet në rrugicat e qytetit. Janë ndikimet dhe influencat të ndryshme që shohim tek këto piktura. Fillohet që me shkollën e francezët Barbizonit, ke një lloj romanticizmi i vonë, tek realizmi, për të vazhduar më tutje tek piktura me nota të theksuara impresioniste. Me sa duket, Stambolli ka qenë një qytet shumë i preferuar për artistë të ndryshëm turq. Por as peizazhet mahnitse, pikat turistike dhe piktoreske të metropolit mistik nuk i kanë shpëtuar syrit të vëmendshëm të artistëve. Kuratoria turke, ardhur në Tiranë në kuadër të çeljes së ekspozitës, në një me vlera që mbart piktura shekullit të 20 si të rëndësinë e këtij koleksioni. Vendet dhe kohët kanë zënë një vend të rëndësishëm për piktorët turq. Në këtë ekspozitë ne kemi zgjedhur ajkën e artit pamor, 47 pikturat më signifikative. Me anë të kësaj pikture dëshironim të prezantonim vlerat e artit realist, impresionist, duke ardhur deri në ditët tona të artit modern, i cili ka shumë shpresë pasi artistët lëvrojnë teknika të veçanta. Ky fond i pasur përbëhet prej 806 pikturash të cilat kanë udhëtuar në vende të ndryshme europiane për të bërë të ditur gjuhën piktorike të këtij vendi.